E bën edhe të drejtje ta kriminella. Po I vrasin njerëzit, po I lën pa bukë. Gati me një krim të dali vetë nga molla. We will not be held responsible Sahi. for any independence Sahi. caused from excessive spending this summer. Tani, hym pak në atë mëndzyrën e aktualitetit shqiptar. Dhe parashtron njëri, lutem, fatkeqësinë që ndodhi me vrasjen para 2-3 ditësh, kur ishte fiks. Ta parashtroj Andi se Po, para 2 ditësh ishte, po ishte një histori shumë kështu, fiksi këto histori shqiptare, kështu që të duken të pabesueshme, por realisht ndodhin. Tani çështja ishte që ishin 2 adoleshentë, të cilët njëri nga këta sipas dëshmisë, njëri nga këta çunat kishte një lloj lidhje me këtë vajzën edhe thuhet sipas dosjes që e shantazhonte edhe me video dhe me gjëra kështu, dhe pastaj në këtë moment kjo goca nuk ka shkuar një 5 ditë në shkollë. Dhe pasi ka ardhur jati nga imigracioni, ka kërkuar që 2 familjet dhe ky djali të vijë aty të sqarohet, dhe në nxemje e sipër, sepse duket sikur e ka ofenduar ky djali, ky 17 vjeçari, jo ajo është kurv, jo ajo është kështu, sepse me sa duket ka pas dhe flirtime me një djalë tjetër me 14 vjeçar që ishte aty. Edhe në këto momente, ndoshta jati nuk I ka duruar gjëra të tilla dhe ka plasur sherri, po ky ka qenë polic bashkiak në Klos. Edhe ka qelluar mbi djatin e këtij çuni, mbi çunin dhe mbi 2 persona tjerë të cilët janë në spital, dhe për pak minuta është larguar një 800 metra dhe ka vrarë dhe veten. Edhe e gjitha në total është 3 viktima, 2 persona, dhe njëri është rënd akoma më duket, njëri në spital, dhe tani kanë krijuar edhe një lloj hasmërie, sepse ka shkuar policia dhe është vendosur për goxha kohë aty se kishte frikë që mos dote edhe diçka tjetër midis anëtarëve të pisit. Por problemi ky është në thelb, dhe pas do të them një tragjedi për diçka që është shumë e trisht ta flasësh për të. Albi, thelbi, strumullari I kësaj, si të duket ty? mendoj se kjo është një tragjedi e trisht, por kjo është në forma të ndryshme, jo në këtë formë kaq të rëndë, por shumë e shpeshtë. Pse them që është e shpeshtë? Unë kam dëgjuar shpesh histori të tilla që një vajzë në thonjza çnderohet nëpër fshatra, e përdhunon dikush, lidhet me dikë, I dalin fjalë, çfarë do lloj gjëje që të jetë. Edhe familja e vajzës për ta hequr këtë damkën, I thon atij djalit, ose do e marrësh për vajzë, ose ku diun, na ke gjakun borxh ose jemi hasëm. Edhe gjithë historia zgjidhet me një martesë zakonisht të forcuar ose me dëshirë, nuk e di, ndërmjet 2 rinjve, po themi. Tani, në rastin konkret, futet edhe kjo puna e internetit. Në Shqipëri është e vërtetë ajo që ka thënë ky Rezard Prishti. Bashkëjetojnë shekullin 19, shekullin 20 dhe shekullin 21. Domethënë janë këta të rinj që njihen në Instagram. Jo vetëm njihen në Instagram dhe krijojnë lidhje, po krijojnë edhe këto problemet moderne të Instagramit ose të rrjeteve sociale që janë bullizmi, dërgojnë nudesa, bëjnë shantazh me nudes, lidhen me persona të ndryshëm. Dhe pastaj gjithë ky kontekst ku është në klas. Dhe merr vesh baba I vajzës, shkon tek baba I djalit dhe nuk shkon tek djali që e shantazhonte, por shkon tek një tjetër. Edhe nxjerrin mesazhet, fillojnë të sqarohen, fillojnë të diskutojnë, jo po do e marrësh, jo po unë se marr se ka qenë lidhur më përpara, jo po ai tjetri thoshte, jo s'kam qenë I lidhur, ky I thoshte po ke qenë I lidhur se më ke thënë që ke shkuar te parukeria, keni bërë seks, ku diun se ç'i thoshte. Dhe në atë moment babai thotë, po vajza ime pas ka qenë dalme, kështu si po thoni ju, që pas ka qenë hata. Pra ai nga ana racionale e kupton që kjo s'do martohet kurrë dhe do I ngelet damka në atë fshat. Nga ana irracionale nuk e duron dot që të flitet për vajzën e vet në këtë mënyrë dhe nuk e duron dot idenë që vajza vetë 16 vjeçare pas ka jetë sentimentale, mund të ketë edhe jetë seksuale. Edhe turbohet, nxjerr pistoletën, vret 2, plagos 2, pastaj vret dhe veten. Dhe ky është konflikti I madh që për mendimin tim është konflikti tipik I shoqërisë shqiptare dhe nuk e di se kur do të zhduket, ndoshta edhe kur.
Por është edhe një konflikt për mendimin tim që mund të ishte zgjidhur, sepse po kishin qenë pak më gjak ftohtë, ose po ta kishin analizuar çështjen pak më mirë, mund ta kishin zgjidhur familjet njëra me tjetrën, nuk kishte nevojë të vriteshin dy veta, bëhej gjithë ky tmerr. Por kjo është Shqipëria, kjo është realiteti. Andi pse të rinjt apo më saktë fëmijët, domethënë i shkojnë kaq shpejt drejtimit të përdorjes së fotove dhe të gjithave pjesëve që janë shumë personale për të shantazhuar një femër. Çfarë po ndodh? Unë mendoj që ka një fjalë në gjithë të strumbullarin e kësaj gjë, që është një ngjarje që ka ndodhur edhe më përpara, jo në të njëjtin kontekst, po pothuajse me vektor të ngjashëm. Çështja është që për mua është çështja e moralit. Dhe ne kemi pak nderi. Po morali si një fjalë më gjithëpërfshirëse. Tek gjitha kjo është që në vendet më të zhvilluara, marrëdhëniet seksuale midis 16-17 vjeçar dhe raportet erotike janë diçka e zakonshme. Po kjo është ajo që tha Albihoni një çik edhe për atë Rezardin, është që atë unë kam parë raste që iPhone 13 mund të ketë shkuar tek një person i cili nuk ka bërë kurrë shkollë dhe pa regjikuar, është baria atje në mal, edhe nuk e di ç'a është qytetrimi, po them prap duke bërë një qasje kështu, por edhe bën video, bën gjëra, bën qasje të tilla. Çështja është që e gjitha kjo është që rinia ose të rit shikohen akoma me këtë mendësinë sikur janë edhe pronë, sidomos vajzat në qytete të tilla të mbyllura. Edhe nuk se bën gjëra të tilla, bëjnë seks, kanë marrëdhënie erotike, është një hata shumë e madhe. Edhe djemt nga ana tjetër, këto të rit, e din fare mirë se për të ishte një shoqëri shumë e zhvilluar dhe nuk do kishte problem gjëra të tilla, ndoshta nuk do kishte ardhur tek gjëja e etikë, por e din që nëse e shantazhoj me video të tilla, e di që mund t'i shkatrojnë jetën, mund babai, xhaxhai kanë këtë sensin e protektorit, dhe gjejmë shpesh fjalë që unë më mirë e vras se sa të bëhet vajza ime e tillë, se sa të bëhet vajza ime e kurp. Edhe shumë e fortë kjo gjë. Unë e kam parë vetë në qytetin ku jam qenë në Librazh. Ai thoshte edhe s'e ka çuar vajzën, e di rast, domethënë e kam parë me sytë e mi që nuk dua ta çoj vajzën gjimnaz sepse bëhet kurrë, më mirë dua ta martoj. Edhe e martoj dhe vajza u nda, sepse normalisht nuk mund ta martosh vajzën në gjimnaz. Por kanë këtë ide që më mirë deri sesa të dalin fjalë ose personit mos jetë i lumtur. Edhe unë besoj se zhvillimi është i pandalshëm, zhvillimi teknologjik, zhvillimi i gjërave të tilla, do vi iPhone-i, do vi makina, do vi, por problemi është zhvillimi kulturor, zhvillimi i parajgjikimeve, i mundësive të caktuara, pra pambetur është shumë më i ngadalë, shumë i vështirë për të çrënjosur. Edhe çfarë ndodh kur përballen këto dy gjëra, është që nga njëra anë është babai, fisi, klosi, gjithë opinioni publik i cili nuk e toleron një vajzë si bën veprime të tilla, e cila po e them edhe një herë që besoj se në vende evropiane ose në SBA nuk do ishte ndonjë hata shumë e madhe, do ishin gjëra normale. Përkundrazi do uleshin, do flisnin për seksin, për safe sex e gjëra të tilla. Kurse këtu ka dy zgjidhje, do martohesh ose do e vrasim, ose do ndodh diçka. Dhe është një lloj kështu tragjizmi që nuk ka një rrugë të mesme, që hajta diskutojmë që nëse nuk e merr ai, bota nuk fakti që nuk është hataja më e madhe në botë përkundër. Është një gjë natyrale. Çfarë ndodh është që unë besoj se mbi vendosen këto gjëra, një lloj ignorancë kulturore dhe me trip, të cilët kanë dorë iPhone-in, kanë jetën i cili mund bëj gjëra të tilla, por nuk e kanë një çik të pjekurinë psikike, po them si kulturë, si mas, dhe këtë pjekjen e mendësisë, edhe shkojnë te gjëra të tilla. Nuk është rasti i parë, ne kemi shumë raste që kanë përdhënuar dhe drejto kështu mësuese roje shkolle, që ai rasti i 15 vjeçares. Problemi shumë besoj se këtu ka nevojë e gjithë shoqëria në total që fokusohet i çiko. Besoj se kemi edhe nevojë një lloj revolucioni seksual. Ne kemi ardhur nga një sistem i cili ishte e ndryshe aspektin e seksit dhe këto gjëra bëheshin çeftasi. Edhe akoma vazhdon kjo qasja e çeftësisë. Por ka nevojë atilla, domethënë është e pashmangshme që
raporti hormonal e gjitha, është e pashmangshme që mos i bëjnë gjëra të tilla. Edhe duke pasur iPhone e telefon në përduar, normalisht do bëjnë dhe eksperimentime, edhe do fillojnë edhe gjëra të tilla. Çështja që shikoj unë është që nëse mund të zbutet kjo dhuna ose kjo aspekti i nderit kundrejt, është një gjë që besoj se do duhen shumë breza që mund të zbutet një çik, sidomos një lloj dhune kundrejt femrës, sepse duket sikur vetëm ajo e mban moralin, sepse ky çuni nuk është se ka bën ai gjë pa moralshme në sytë e shoqërisë. Ajo është kurva, ajo është e përdale, e cila nuk do ta merrte njëri nëse s'do ta merrte kë. Edhe duket dhe zgjidhja prit pak plako. Ai tipi ka përdorur fotot e saj personale për ta shantazhuar, si s'po ka bërë. Jo, po në sytë e shoqërisë tem, ta nuk e shohin si mashkulli ka bërë ndonjë gjë super të gabuar. Shumë çuditshme. Shikoj, unë kam vënë për më faqet në presë ndonjëherë. Unë kam vënë edhe në për shumë grupe, në për shumë faqe. Trajtohet kjo pjesa e këtyre që komentojnë në Facebook shumica me akaunte false, domethënë që shajnë viktime, që thonë ja po mirë ja beri, apo ajo është kurrë. Kjo merret paushal, merret sikur të gjithë shoqëria kështu mendon, por nuk është e vërtetë në fakt. Shikoj. Vën re këtë, domethënë këto janë raste mundësie. Jo, mendësia e turpit, mendësia e nderit ekziston. Pastaj pajësimi i viktimës nuk besoj se është aq i madh kështu në grup, e gjithë shoqëria ngrihet në këmbë, por te aspekti i se po ti marrësh ti pyes atë sot, domethënë që nëse marrin vesh që kjo goca ka bërë këto sjellje x gjëra, thon po është e përdal, ka dalë duhet, thot vetë Jati. Çështja është që ai që më shqetëson mua është se si Jati, duke ditur gjithë këto gjëra që ka bërë ky djali, me gjithë ato shantazhet e kundrejt vajzës së tij, me sa mend në kokë shkon dhe i thot o do ta marrësh, do martohesh. Në sepse unë nuk do doja që një individ i tillë të qëndronte vajzës time 100 metra larg. Jo, martoj me të. Duket shumë absurde, por për hir të nderit, që ajo është kjo që më mirë ta rra në shtëpi dhe mos e marr vesh njëri, po mos kemi këtë idenë se na del në lagje apo në fshat apo në një qytet. Kjo më duket shumë e gabuar. I shkatron jetën qenies tjetër. 15-16 vjeç. Edhe ajo nuk besoj se ka më shumë siç ka ndodhur histori më përpara, ka më fytyrë të dalë në klos sepse e njohin gjithë, është bërë se filloi dhe këto emisionet idiote, siç kishte një 2 ditë po shikoja pasum që merrni intervistë babin, xhaxhin këtë, atë ç'a ndodhi qysh, domethënë është një ngjarje e rëndë e cila duhet të hetohet nga ata që janë përhetuar dhe ta mbyllësh si gjë, jo ta bësh këtë tallava nëpër televizion, si asmarr që po diskutohet. Çfarë mendimi ka? Mendja dua një mendim nga të dy ju pastaj në lidhje me të do të them. Siç e përmendën të dy që më përpara. Domethënë kjo është një lloj mentaliteti që nga që ka qenë për shumë vite me radhë të kërkoj një kohë jashtëzakonisht shumë të madhe për t'u hequr. A do ishte një safe mode, do ishte një mënyrë e sigurt që të rinj, domethënë prindrit e tyre të mësonin fëmijëve që nuk kanë mësuar mua që mos të bie më qaf njeriu, ose mos i bie më qaf një vajzë, ose mos të tregohem komplet egoist dhe të përdor çdo lloj mjeti që un kam në dorë për momentin, vetëm që të arrij unë atë që dua pa pasur në mendje se çfarë mund të shkaktosh tjetrit. Sepse një baba, ne mund t'i vëmë epitete të ndryshme të gjithë këtyre të implikuarve tash. Fakti është për mirë, për keq, tjetër gjë. Fakti është në këtë lloj mentaliteti i kemi në Shqipëri. Ai person tani ndjes pas është atje ku është, ashtu e mendoj, ashtu e bëri. Unë kam pjesën që e kam vënë edhe në përmendje që anashkalohet shumë pjesa kjo gjeneza e gjësh, anashkalohet shumë fare, e kupton? Se që ne jemi të dy në të njëjtën mendje kur themi që okay, janë të rinj, këto gjërat nevojat seksuale janë, domethënë dhe ka qenë dhe në atë kohë, thjesht në atë kohë, e kupton, nuk bëheshin kaq mëdha se kishte media e auju. Por nuk ka pasur në ato kohë një lloj mënyre shantazhi përveç fjala jote kundër fjalës time. Kupton, kurse tani këta e përdorin me foto. Automatikisht, domethënë, edhe kjo vjen nga unë që unë jam robi më pak feminist që mund të ekzistoj, po që e trajtojnë në një mënyrë si një plaçkë plak. E kupton, e ka në dorë, unë të kam në dorë, thotë edhe unë e di që të shtëpisë tënde kanë këtë mendim, edhe do ta shkatrojnë jetën ty. Unë tani nuk e kuptoj, me çfarë mendje ky mendon që nuk do t'ia shkatrojë dhe këtij jetën, domethënë që në këtë rast e vrau fare. E kupton? Po këtu çfarë lloj prindrish janë?
mësojnë ose nuk i mësojnë fëmijës së tyre si të ketë përgjegjësi edhe në përditshmëri. Është një problem Bleon, sepse ti thua pse prindi nuk e mëson fëmijën, por po vjen koha që fëmia për disa gjëra e mëson prindin. Domethënë, ky xhaxha i vajzës po fliste dhe po thoshte mesazhet, fotot nuda, si janë ato se nuk e kuptoj telefonat. Pra prindrit nuk është se kuptojnë shumë mirë se çfarë po ndodh. Prindrit mendojnë e kam vajzën aty, shkon në shkollë, është e sjellshme dhe kaq, nuk e di ai se çfarë po ndodh atje, nuk e di ai se çfarë është bullizmi online, nuk e di çfarë është shantazhi me foto intime, nuk e di që vajza vetë mund dërgojë nuca, nuk e di që është një farë përdhunimi ta detyrosh dikë me anë nucave të vazhdojë të bëjë seks me ty. Ai as nuk e kupton se çfarë po ndodh. Ai vetëm dalin fjalë që është lidhur me Filan Fistekun, edhe thot hajde sqarohemi. Kur Filan Fisteku i thot jo po ka qenë lidhur dhe shantazhuar më përpara, aty i truri shkon në qark shkurtër dhe reagon ashtu siç reagoi. Ishte me pistolet në brez në sqarim për vajzën e vet, me djemt dhe me burrat e huaj. Sepse më falo, duhet kuptuar të gjëja, domethënë ai ka ardhur nga emigracioni, nuk është e lehtë, domethënë punosh atje, je duke punuar për të mbajtur familjen dhe të vish për një gjë kaq, domethënë je komplet i agravuar, komplet e ke super një ngarkesë shumë të madhe. Edhe për të vish për të sqaruar sidomos për diçka deri, për diçka të tillë, normalisht që do i ka hipur gjakun kokë dhe është e vërtetë që ka një lloj hendeku shumë të madh midis të dy, domethënë midis brezit, babait, nënës edhe fëmijëve, sepse është zhvillimi teknologjik. Nuk është se ata i ka mësuar dikush dhe ka folur dikush, ata kanë ngelur në atë kohën që kanë qenë, ato nuk e din çfarë është, domethënë nuk e di dhe unë sot që më thatë ju për të hapur TikTok, nuk e di çfarë është, për t'jam futur ndonjëherë kështu me akaunt. Edhe nuk di se si edhe imagjino prindrit tanë, të cilët nuk e din se si funksionojnë këto gjëra. Ndodh një hendek shumë i madh. Ndërkohë ai, siç e tha Albioni, ai e di, shumica për prindërve tanë mendojnë që e ka fëmijën e virgjë deri në 30 vjeç, 40 vjeç, nëse s'e ka martuar. Mendojnë që akoma është, edhe kur është martuar, mendojnë që akoma është e virgjër në atë në mendjen e vet. Mendojnë se i ka shenjtor. Por nuk e kuptojnë që shkolla, gjitha këto zhvillimi të ri të përthithin shumë shpejt. Edhe çështja është që ky gjë për mua mund zgjidhet e para jeni duke forcuar aspektin arsimor, që do shpëtoj brezin e ardhshëm duke i bërë disi më të përgjegjshëm ndaj veprimeve të tyre, më edhe ndaj teknologjisë e gjërave të tjera që mos ja bëjnë shoqë i shoqit, se për brezin tjetër është shumë e vështirë për brezin e baballarëve dhe mamallarëve tanë që të ketë një lloj ndryshimi ose një lloj qasje kundrejt teknologjisë apo sjelljeve të tilla. Përveç atyre rasteve që i kemi parë që bëhen qesharake që në 40-50 vjeçar bëjnë tradhira kështu si adoleshentët dhe bëhen qesharak dhe bëjnë kështu histori që i marrin pastaj këto faqet e portalet që më shumë shkaktojnë dëm se sa i zgjidhin çështjet. Po kjo unë nuk di se si mund t'i edukosh prindrit që ke një lloj edhe tu flasi fëmijëve të tyre edhe për seksin, edhe për gjëra të tilla që nuk duhet i bëjnë. Kuptojnë që edhe vajzat mos bien prej gjëra të tilla, po dhe djem ke një lloj kavalierizmi deri diku, ke një lloj mirësjellje. Mos i shikojnë kështu si copa mishi njëri tjetrit. Se kjo është nga njëra anë është një ndikim shumë i madh nga televizioni, nga rrjetet sociale, nga YouTube, Instagram, TikTok. Sepse njerëzit e kanë më të ri, sidomos 3-14 vjeçarët e kanë më të lehtë të imitojnë noizin, stresin, këto killerat që i shikon me 2-3 femra, bytha zbuluar dhe edhe ai mendon pse mos kem unë kështu, pse mos e bëj këtë, pse mos kem unë mungesë përgjegjësie, pse mos e kem unë femrën më të mirë. Unë e shikoj, unë kam një kushuri 11 vjeç, më thot noizi, stresi këto, nuk është se dëgjon gjëra të tilla. Dhe ai në thojza në atë moshë edukohet më shumë nga modele të tilla se sa modele higher, ose nga babai dhe nga ato që i thotë se lidhaj. Këtu kam një kuptim jashtëzakonisht shumë të fortë, më fal. Dua të them diçka, mbajë mend. Është pak para ca ditësh nxori këtë Tam Brama, një djalë të vogël, nuk e di sa vjeç ishte ai, që besoj se doli te Lolita. Që kishte bërë një këngë që ishte super skandaloze, domethënë femra, leku, ai që ishte fiks i rritur. Ai është, domethënë, kjo tregon se ç'a modeli po krijojmë ne të vegjëlit, të adoleshenca. Edhe normalisht, ngjarje të tilla më shumë kanë frikë se do shtohen për shkak të kësaj mendësie, për shkak të modelit, se sa do paksohen.
Shiko, unë replikën e kam, domethënë jashtëzakonisht shumë fort të pjesa e modelit. Unë jam i brezit, domethënë që kem veshur pantallona të zgjerra, kam bërë kapele, e këndojmë tupak, e dinim nëpër në korridore, këndonim unikatile, noisy, drejtje, shejtan, ku di që unë po shumë ata vërja emrin ti nga tekstet më të ndyra, nga tekstet më agresive, duke filluar që nga NWA në West Coast edhe të gjitha të tjera që ka pasur të ofroj repi amerikan, domethënë ku ka tekste edhe deri në përdhunim. Po mua si individ kur më ballafaqohesha me situata, mua nuk mendoja pjesën që unë do jem si noise apo si stresi. Se ne kemi pasur një lloj ndikimi tash se sa do të, shiko, unë jam i mendimit jashtëzakonisht shumë thellë. Nëse familja është baza, jo po noise të vi, po edhe Jezusi vetë vi, thoi ik vritet dhe përdonon, nuk e ndryshon dot. Se po e patë bërthamën e mirë ti, o po do është si një trung, do ti që po është i shëndetshëm, i bjeru feja, do e krisi, do hapet pak lëvorja, po ashtu është. Po nëse trungu vetë është i kalbur, edhe me dorë ta shtysh do thyet. Edhe në këtë lloj paralelizmi kështu e mendoj unë dhe fëmia dhe njeriu. Nëse është i dashur në familje, nëse familja e do, prindrit e mësojnë, prindrit e tregojnë se cila është rruga e vërtetë, prindrit e tregojnë se si duhet ta shprehësh veten tënde, me aq sa din dhe ata, se shumica e prindërve, edhe ata që nuk japin edukat seksuale, nuk është se e din edhe s'duan të na japin ne, po aq din ata, aq i kanë dhënë ata përpara, aq sa kanë ata po e japin. Por ato që ata nuk e kanë kursyer, që mendoj që shumica e prindërve shqiptar, është pjesa e moralit edhe e respektit të tjetrit, që asnjëherë nuk duhet të ngacmohesh, asnjëherë nuk duhet të krijosh probleme, e tjerë. Po mirë, falë të bëj një pyetje. Po. Nëse shumicën e kohës prindrit i kanë emigracion ose me halle, me punë dhe s'kan kohë për këto gjëra. Se jam dakord me këtë pjesën e moralit, domethënë që shumë sidomos në vegjëli. Por çështja është ose nëse shikon ai që babai e trajton se në shumë familje shqiptare duhet ta pranojmë këtë gjë që ekziston si fenomen, që babai e trajton po një lloj në thot kur, i thon ashtu bëj bukën, bëj këtë dhe nuk bën asgjë, ose e trajton edhe dhunë. Egzagjerove pak. Jo. Unë paktën nga, nuk po them që është një normë, po unë në andi nga vi, këto gjëra nuk janë aq të çuditshme. Domethënë i flasim i fjalor si gati. Kes trajton burri gruan, për shembull, fshatrat e veriut as nuk i thret në emër, ose ka drejt arra, po që ti thot kurv ose se ai vjen cënim deri në familjes vet. Unë po them që edhe shan, po të flas kështu nga eksperiencë, nuk po të flas kështu në Jo, ka, aty unë jam i parë raste kemi dëgjuar që të vesh duart në kokë, domethënë nuk e di se jo, po ti flas nga eksperjenca ime historie, dhe po them që djali ose vajza që rritet, po kryesisht djali që merr shembullin e tjatit, nuk besoj se do bjerë shumë dardha larg nga dardha. Dhe ai njëtën, dhe e kam parë këtë me sytë e mi, realisht, domethënë kështu sharje ropte këto gjëra troç. Problemi është që se nuk është se janë gjithë prindrit shumë super të kualifikuar, super, edhe kur ndoshta ka një farë morali, ka një lloj mungese, ndoshta janë punë, janë të lodhur, janë në emigracion. Edhe çfarë ndodh? Kjo hapësira mbushet nga shoqëria, mbushet edhe është te shkolla njëherë merr edukimin më të madh. Unë mbaj mend këtë që thua ti, por unë mbaj mend që shumë miq edhe shok klasës time filluan gjithë bëjnë si noise, i ulin brekët, silleshin, bënin fjalori me ata telefonat shumë me 2 bokse Nokia nga 2 anët, njëtë sjellje bënin. Unë nuk e di se çfarë thonë. Unë nuk kam qenë me grupin e noise, nuk kam qenë me grupin e unikatilit. Me telefona me 2 boks, ata me 1 boks apo me 3 boksa unë, e kupton. Po unë e kalova ato, ishte faza e adoleshencës, u bën problematik në përgjimnaze, gjitha të tjera, po kaloj ajo sepse në fund të fundit, domethënë, ishte edhe shumica e atij brezit, që ne kemi qenë 360 maturanta të vit, domethënë. Edhe ata që ishin ore vlla që konsideroheshin në atë periudhë, domethënë llumit, sot e kësaj dite janë rregulluar në përpunë, në përgjëra, nuk shantazhojnë, nuk bëjnë, janë bërë më të saktë, domethënë. Është vërtet që thua ti që ka familje që nuk funksionojnë, por nuk është standard plak, nuk është shumicë, kupton? Ka një numër të konsiderueshëm, aq të konsiderueshëm sa ta flasim që është problem që ekziston dhe duhet të mendojmë mënyra për ta hequr. Po unë nuk mendoj që një familje në rastin e këtij të fundit, domethënë që po flisim tani,
Do është një nga këto pjesat që lidhet me këto që po thoshim ne tash. Se kjo është më shumë te pjesa e mentalitetit, jo më mori nderin, më edhe nderin. Fakti që unë këtë detajet nuk e dija që filani kishte vajtur me armë në takim, se normalisht ai që ka vajtur me armë nuk ka vajtur për servë ndonjë gjë. Thjesht ka vajtur për t'i dhënë drejtim muhabetit. Ta gjykojmë ne këtu, ne të tre, domethënë, edhe rob që do të dëgjojnë më vonë, është shumë e thjeshtë sepse nga vendi që qëndrojmë ne nuk jemi të implikuar fare, mund të themi kjo është e gabuar, kështu nuk duhet bërë, mund të degojmë gishta, por mendoj në një lloj, si mund ta them, në mënyrë abstrakte justifikimi që unë nuk mendoj se ai ka pasur kapacitetin ta përtypë atë gjë, si individ domethënë. Edhe nuk mendoj që në një moment ai mund të ketë menduar që ka bërë gjën e gabuar. Masi ku ka vrarë veten, nga thënë që okay, për mos të lënë plagë të tjera të hapura për ndjekje nga policia apo vazhdimi i gjakut për shembull, po ja vetë estime fund, edhe di e marrul me veten në grop, që e thon pleq zakonisht. Por që unë prap do të kthehem te theli i problemit, domethënë, se stimo vlla vetë filani tash, po Albi ti do të flasë më saj. Si ka mundësi plako që vete një djalë 14 vjeçar i merr foto tjetër dhe e shantazhon me foto valla. Se ne kur kemi nude zakonisht të vegjël i shifnim i fshinim valla. I fshinim direkt. Vazhdo. Unë mendoj është një serial Sopranos, nëse keni pa, është ai bosi i mafias Tony Soprano, i thot vajzës vet ka probleme, sa ajo vajza vet del me shkuj të ndryshëm dhe i thot atje jashtë të shekulli 21. Këtu mrena shtëpisë është shekulli 15. Tani ka dy qasje për këtë problem, për mendimin tim. Një është qasja që po themi është qasja normale, ose evropiane, ose e emancipuar, që prindi do ta pranojë që fëmia ka një jesë seksuale, prindi do ta pranojë që fëmia do mund të çojë nudes, prindi do të dalë në krah të fëmijës nëse dikush i keq përdor nudesat e vet, do jo të mendoj që fëmia është e dalë me duar ose e përdal. Prindi do ta kuptojë se çfarë është përdhunimi, do ta kuptojë çfarë është shtrëngimi për seks, shoqëria duhet të emancipohet, njerëzit duhet të kulturohen e tjera. Por, për mendimin tim, ka edhe një qasje që unë po quaj racionale, dhe këtu jam dakord me Bleonin. Dhe qasja racionale, për mendimin tim, është kjo. Nëse ti po rrit një fëmijë në Shqipëri, e përsëris edhe aq më tepër një fshat veri lindjes, vajzës tande, okay, ti e kupton vajzën tande, po me vajzën tande do të flasësh në një mënyrë tjetër në krahasim me nëse do e rrisje në Itali apo në Gjermani apo në Shtetet e Bashkuara. Do t'i thosh kujdes këtu, sepse ty shoqëria të gjykon, ty shoqëria nuk të fal. Ai prind që ka bërë atë krim, ne mos harrojmë që ai është rrit në një kontekst shoqëror të caktuar, një kontekst ku tregojnë me gisht edhe për gjën më minimale, një kontekst ku femrën e duan të virgjër, përndryshe ajo nuk martohet kurrë, një kontekst ku po të ngeli vajza në shtëpi, konsiderohet ose e përdal ose është me i turp i madh. Kështu që ai aty jeton, ai nuk jeton në New York ku ka edhe gay, ka edhe lesbike dhe secili bën jetën e vet. Kështu që nëse rrit një fëmijë në Shqipëri, vajzës duhet t'i thuash ki shumë kujdes, sepse shoqëria kjo është të krijon probleme. Djalit duhet t'i thuash ki shumë kujdes, sepse na fut në hasmëri me dynjan. Ki shumë kujdes me vajzat e dynjas, ki shumë kujdes nëse lë një vajzë shtatzan, ose nëse e turpëron, ose nëse e përdhunon, ose nëse i bën ku diun se çfarë, i publikon nuca apo ku diun se çfarë. Dhe këto kanë ekzistuar gjithmonë. Unë mbaj mend histori, nuk po them shumë, por mbaj mend histori. Meshkujt papërgjegjshëm që përdhunojnë gra, meshkujt papërgjegjshëm që ku diun i ndajnë për kot, ose dhe këto gjithmonë kanë shkuar janë zgjidh me familje, janë zgjidh fise me fise, jo ti s'ke për të nda, jo ti e përdhunove ke për të martuar se s'bën me të, së ndryshe në të vrasim. Gjithmonë kanë ekzistuar njerëz të papërgjegjshëm, gjithmonë kanë ekzistuar konflikte të tilla dhe janë zgjidhur në mënyrat si zgjidhen shqiptarët fatkeqësisht, kështu që është një papërgjegjshmëri shumë e madhe atyre dy djemve dhe papjekuri, sepse edhe në syt babait po flisnin që shiko se ti ke shku me atë, jo po unë kam shku me atë, prandaj duhet një kujdes i madh dhe komunikim i prindit me fëmijën, duke u bazuar në kushtet ku jeton.
jo në kushte ideale, jo si në mesjet, ti thua që ti mos majt celular, ose ti mos shkon në shkollë si bëhesh kurv, por as sikur ti ekziston një botë super të emancipuar dhe ty shoqëria do të pranojë, se nuk të pranon shoqëria shqiptare, dhe jo vetëm në fshatra, po dhe në kryeqytet ka familje që janë ultra konservatore, mos të futemi pastaj tek konservatorizmi fetar ose tek të tjera që s'du t'i hy. Kështu që kjo është pra komunikimi. Kjo është pikë shumë e bukur Albi, sepse ne mund të rrim tu tani të tre, mund të sillemi si Zhaku kur themi duam atë, duhet të bëhemi ne si Amerika, duhet të bëhemi ne si Franca apo si Anglia. Por e vërteta nuk është ajo. Unë thunja fare vëlla e shikoj matematikë, e shikoj në mënyrë jashtëzakonisht shumë racionale. Për mua është ekuacion. Ne këto karta kemi në dorë, këtë shoqëri kemi. Po të kesh në shoqërinë e Anglisë, mund të thosh educate your boys e budalliqet e tilla, domethënë. Ideja është që ne do t'i vëmë përpara faktit. Urdhë, flasin syt, ç'a ndodhi me njërin, ç'a ndodhi me tjetrin. Do i kalosh ato si do i kalosh, në rregull. Kaloj ato se moshën e ke, e din edhe këta baballarët që bëjnë kështu sikur janë të kulluarit e Perëndis, nuk është se nuk kanë bërë një të gjë. Domethënë, po i preket më shumë kur i preket interesi vet, normalisht preken më shumë tek ajo pjesa. Por duhet vënë fëmia, sidomos kur vete mosha 11, 12, 13, 14 vjeçë që sapo fillojnë këto me meshkujt, duhet të vëmë para faktit që këto lloj gjërash kanë pasoja jashtëzakonisht shumë trana në një shoqëri si Shqipëria, se edhe nëse shpëton në një situatë të tillë, domethënë edhe nëse s'do ishte vrarë, gjitha do kalonte, do kishte problematik. Do ishte e thjeshta fare mund të ishte edhe komshije, por mund të ishte edhe 3-4 shtëpi më tutje, e kupton? Thjesht ato nëse to situata nuk shmangen, ja një shtëpi tjetër që nuk do flasësh, do kesh as mari, do as mëngjes, as mbrëm, as bollë të tilla. Se ajo gjë e madhe është. Nuk është asnjëherë, nuk krahasohet fare me humbjen e jetëve për gjitha, po e shkatron komunitetin, avash, se po ja filani vajza ime me djalin tënd, djali jot me vajzën e fillanit, e kupton, janë gjëra që në të vërtetë janë kështu si termite që të hanë nga brenda, domethënë derisa vetë atje ku s'mban më. Shiko, për këtë është plosi, i thonë qytet, po ai një rrugë ka, mund të jenë 10-15, nuk e di sa pallate janë. Ata do e shohin për ditë njëri tjetrin. Ai po thoshte isha te lokali filanit, isha te lokali filanit. Ne kur shkojmë në lokal shohim emrin. Ai e njeh pronarin, pronari e njeh atë, njeh familjen, shkon për drek aty, shkon për kryshnosh tek tjetri, pra është një komunitet shumë i mbyllur. Dhe ky komunitet shumë i mbyllur përballet me internetin, ku shohin në Instagram çdo gjë, fillojnë edhe lidhen, fillojnë edhe krijojnë edhe shantazhe me foto nudes, domethënë kanë gjithë problemet e modernitetit, një komunitet super të mbyllur. Dhe kjo është receta për një eksplozion tani, se është krejt normale që të ndodhi, madje këtë radhë ndodhi ekstreme, por pres që ndodhin edhe tjera. Nuk është se jam i lumtur, por në këtë mënyrë se ku po shkon shoqëria shqiptare, nuk është çudi që të ndodhin edhe tjera. Shiko, edhe unë e pres fatkeqësisht një gjë tillë, po dua të shtoj diçka që u tha pak më parë, tek ideja e edukimit. Se këto gjëra njerëzit edhe të rinj i kanë në përduar këto celularë të gjëra të tilla, po unë mbaj më kur kemi qenë të vegjël, vllai im ishte shumë më i vogël se sa mua, se unë keq apo mirë kisha një lloj sjellje model. Ndërsa vllai im bëri një gabim të vogël, po shumë i vogël, edhe vodhi diçka shumë të vogël. Ndoshta tani do dukej si gjë kështu shkelje drejta të njeriu, shkelje drejta të një, po i ka futur një drumë atij vllait. Edhe pse, edhe ma ka shpjeguar pse tek ideja që është më mirë të tregohesh e ashpër tani dhe ta mbaj mend një herë, sepse i bëhet si një lloj refleksi në kokë, se sa të bëhet një person i cili nesër pas nesër mund të të hapë problematika dhe mund të vjedh gjëra shumë të rënda, se nga një, po themi, nga krimi i vogël lind ajo e madhja. Edhe në këtë rast, unë besoj se kanë një përgjegjësi shumë të madhe për parë, ndoshta t'u drejtohen dhe fëmijëve të tyre ose adoleshentëve që kanë në shtëpi, edhe ndoshta edhe duke ja tërhequr pak veshin që shiko, se nëse bën gjëra të tilla, nëse nuk e respekton, sidomos nga aspekti i çunave, nëse nuk e respekton tani shoqen, të dashurën, domethënë
ta kuptoj që mund të humb diçka, ta kuptoj që ka dhe një ndëshkim, sepse nuk jam thjesht për idenë që me ja shpjegu kështu teorikisht, se nuk jemi as finlandez, as kemi këto bisedat e mirëkuptimit kështu universal. Por edhe një formë, nuk po them kërcënim, por të kuptoj që ka një lloj ndëshkimi, ka një lloj pasoje që mund sepse kjo i edhe të trive. Që mund ta humb diçka, mund përballet, sepse nuk është kaq e lehtë që ti shkatrosh jetën me nuca, me foto, pavarësisht se është mundësia shumë e lehtë sot. Dhe besoj se te kjo pjesë shumë prindër duhet edhe ti shikojnë më mirë se çfarë bëjnë fëmijët e tyre, por edhe ti ushtrojnë një lloj ti je pak më shumë gardian kundrejt tyre. A mund të thotë diçka? Po. Ajo që thotë është e drejtë, por është edhe komunikimi më burr, informacioni. Domethënë, në anglisht e thon common sense, ne i themi mençuria. Mençuria çfarë është? Nuk është të kesh lexuar shumë libra. Mençuria është të kuptosh nga gabimet e tjerëve. Nëse ti shikon dikë që do me bë 3 salto dhe hidhet nga pallati e thot do ta bëj në kam, ti ke pa njerëz të tjerë që janë vrarë në sakatu, nuk shkon drejt asaj rruge. Kjo është mençuria. Unë mbaj mend, mamën time më ka thënë kur kam shkuar në shkollë, më ka thënë baba, a do me u feju apo do me shku në shkollë? Jo, ka thënë do me shku në shkollë. Atëherë nëse do me shku në shkollë, mos ma nxi faqe. Dhe tani, nëse ai të thot ashtu, dhe nëse ajo e mban vath në vesh atë, vazhdon vitet e shkollës, pastaj fejohet, pastaj martohet, njihet, bëhet fjalë për vitet e komunizmit, atëherë ai fëmijë që ka këtë lloj komunikimi me prindin, e di se në çfarë shoqërie jeton, e di se me çfarë po përballet, e di se si gjykon shoqëria nëse ti bën vendime të ndryshme, pastaj se ku shkon fëmia ti se ke 100% dorë. Se fëmia varet nga karakteri, varet nga ambienti që ka rreth rrotull. Por të paktën duhet ta informosh, të paktën duhet t'i tregosh që veprimet kanë pasoja, ndaj vajzës, ndaj djalit, në përputhje me shoqërinë ku jeton. Edhe nëse je në shoqëri perëndimore, duhet t'i thuash kujdes, se veprimet kanë pasoja, se nëse drogohesh, se nëse bën seks pa mbrojtje, se nëse përballesh me njerëz në rrugica me kriminalitet, veprimet kanë pasojë, kështu që bën kujdes, mos të mësosh nga gabimet, mos të bëhet pësimi mësim. E po ja pra, ku e kam unë problemin të me thënë me disa prindër shqiptarë që domosdoshmërisht nuk janë ato rastet që përmendëm ne që abuzojnë në shtëpi, domethënë mund të jenë edhe model në shtëpi, domethënë, po kjo është diçka e pafalshme për mua që për hatër se e ke fëmijë, për hatër se e ke të dhimbset, për hatër se fëmia jote nuk ka qenë aq e bukur, domethënë, edhe ja lejon fëmijës çdo lloj gjëje, edhe bëhet fëmia ai bosi i shtëpisë, domethënë që ai call the shots, e kupton çfarë do, ja urdhë ku e ke, kupton e bëra këtë, e bëre shumë mirë, ka gjë se ta rregulloj unë. Edhe një fëmijë tani, ai djali ka vdekur mamën, jo, ai që foli, po një fëmijë, më fali Zoti tash që po flas shumë, po është diçka që duhet të thënë, se një fëmijë, një djalë 14 vjeç që i ka bolet me nder muhabeti, të flasi për vajzën në fjalë, në atë lloj mënyre, përpara babait vet i herë, jo më para babait të vajzës, për mendimin tim, edhe një herë, më falë, po mendoj se është fëmijë për të dhelur. Ose një fëmijë që nuk di ta ndaj gjën, domethënë. Nuk e di sa saktë apo sa gabim mund të jem. 14 vjeç më duket moshë mjaftueshme që të dish që nuk duhet të thosh disa gjëra. Se di tash si mund ta parafrasoj. Unë jam dakord për këtë pjesë sepse babai në këtë rast të fokusojmë çik te aspekti mashkullor. Babai nuk është shoku jot i lagjes. Babai është figura duhet jetë një model. Se unë po marr shumë nga aspekti personal më shumë nga ky rast. Shikoj që ai merr djalin e vogël, e ka mësuar qysh në vegjëli gangster, të jetë një lloj ulje, vetëm se merr pi birra, ka makinën, i mëson makinën, e mëson kështu të hedhur me shere me gjëra dhe pastaj e kupton që 17-18 vjeç fillon jetën e burgut, fillon jetën e policisë, dhe thotë se u bë ky djalë kështu. Po normalisht do bëj sepse në aty që unë në 14 vjeç, jo kur ishte babaim, po thjesht me idenë që mund ta merrte vesh i mat gjëra të tilla, më vinte turp dhe më vinte zor. Sepse e kishte krijuar një lloj ndikimi tek mua. Do të thonë jo se ka prekur me dorë, por kisha një lloj,
si thon, një lloj sedre kundrejt tij. Dhe nëse ti nuk e ke këtë sedrën këtë lloj qasje, normalisht do i flasësh babait asaj, babait tënd, dhe s'do pyesësh fare. Po besoj se te kjo pjesë deri diku i ka dhënë, ndoshta po tregojmë i padrejt, i ka dhënë krah. E kam fjalë në rritje ose në edukim prindri ose babai që se është pak e për dalë në sjellje të tilla. Nisem nga eksperienca personale që i kam parë shumë herë që ju ka dhënë shumë liri, shumë gjëra, hajde me babin pi birra, s'ka gjë se do bëhesh burr me këtë idenë e të të bërit burr dhe nesër pas nesër përfundon burr. Që në këtë rast thuhet fatmirësisht që nuk u vra. Dhe fatkeqësisht në këtë rast që vdiq ai në lule të rinis, 17 vjeç, ishte edhe goxha djalë i bukur edhe vdiq iku. Është edhe për çfarë? Për një gjë që është që mund të zgjidhesh shumë lehtë, një gjë që mund të shmangë. Po unë besoj se te kjo pjesa është që prindrit, edhe duke i gjuar histori tille, duhet të kenë një lloj reflektimi dhe t'i drejtojnë një çik gishtin vendin që po unë çfarë përbëj me fëmijën tim, sidomos përballë një teknologjie që zhvillohet jo kështu me vite, po me sekonda, del dhe updatohet çdo sekond. Edhe kanë mundësi, aspekti i teknologjisë, aspekti i mjeteve është shumë i fortë tani. Edhe mund të arrijnë gjërat, mund të përhapen brenda sekondit. Kështu që është mirë, është mesazh domethënë ky që ja vlen për mbylljen e kësaj teme, nuk ma mendja se ka ndonjë gjë tjetër për të shtuar domethënë se si mund të mësojnë edhe vetë prindrit e tjerë. Të kujdesen, domethënë prindrit Kam dhënë diçka. Të kujdesen për fëmijën. Ndesha të them që prindërimi është i vështirë, nuk është për gjithë, edhe pse është ligjërisht për gjithë, po jo çdo prind është gati të rrisë një fëmijë dhe të kuptoj fazat psikologjike të fëmijës. Fëmia një herë nuk krijon fare empati, pastaj rritet, pastaj ka pubertetin që se kupton çfarë po ndodh me të, pastaj adoleshencën rriten. Në çdo fazë do t'i flasësh ndryshe, në çdo fazë do ta edukosh ndryshe. Dhe përveç kësaj, përpos gjitha, dhe sikur ti je njeriu më i papërgatitur në botë, duhet ta mësosh fëmijën me disa baza normale që të funksionojnë në shoqëri. Sepse nëse ti fëmijën vetëm e justifikon, nëse ti fëmijës vetëm i jep lek edhe pse ai është shpërdoran, nëse ti fëmijës i jep raki që i vogël dhe thua djali babs ai do bëhet i fortë, dhe nëse ti e nxit me këtë kulturën e maqizmit edhe në kurriz të tjerëve, ti atë fëmijë po shtyt drejt veçkatrimit. Fëmijës duhet i mësosh përgjegjësinë, që të veprojë si një individ që i vogël ti flasësh sikur ti je i rritur edhe ti kërkosh mendim në thonjza, që të kuptoj se mendimi i tij vlen dhe të kuptoj që ka një përgjegjësi dhe një rol për të luajtur në shoqëri. Se nëse ti fëmijën e mëson që veprimet nuk kanë pasoja, mund të bësh çfarë duash, do justifikosh, nuk po them që ta braktisesh nëse bën gabime. Por nëse ti nuk i ve kufi dhe nuk e mëson që shoqëria ka një kufi, atëherë po qen drejt veçkatrimit. Dhe pastaj është edhe problemi i shoqërisë, kulturës maqizmit, po për këtë është fol gjerësisht dhe ka shoqata që merren me këtë punë, televizione, media, shkolla, kështu që nuk mendoj se mund zgjatemi. Okej, fjala jote në vesh perëndis ose në këtë rast në vesh të prindërve. Faleminderit, Tuna.